Jemi prap me ju. Mirë se vini në quizin më të famshëm në botë. Kur do të bëhet? Të nderuar. Falënderit. Të nderuar, shumë të dashur telespektator, po e filloj këtë emision me falënderim. Dhe tash e tutje, letrat më interesante do të lexoj këtu në skrin. Përballë karrikës së nxehtë këtu para kamerave dhe dëshiroj t'ju përshëndes personalisht. Andaj, tani e tutje vazhdojmë. Vazhdojmë së bashku në emisionin tuaj në karrikën e nxehtë, mendimat 50-50, pyet publikun, telefonomikun, me të gjithë kandidatët nga gjithë Shqipëria, Kosova. Në emisionin e parë të këtij edicioni dëshiroj me shumë kënaqësi, kam ndjesi të veçantë që t'ju jap një lajm të mirë. Studio ka pësuar një ndryshim, jemi në një studio të re, studio më të madhe, ka vend për më shumë. Ka vend për më shumë, sepse tash e tutje mund të vinë të gjithë shqiptarët nga Maqedonia. Mirë se vini! Solemnisht ju them të gjithë shqiptarëve nga Maqedonia, aplikoni dhe mirë se vini në quizin milioner. Tash e tutje do t'jemi këtu së bashku. Balshoj është teatër i njohur në Moskë, është teatër i kukullave, i baletit, i dramës, i komedisë. E kam hasur këtë emër në Moskë. E ke hasur në Moskë? Keni vizituar Moskën? Jo, nuk e kam vizituar, po kam dëgjuar për këtë teatër në qytetin e Moskës. Por nuk jam e sigurt, më duket sikur është i njohur për baletin. Balshoj. Faktikisht Rusia është e njohur për baletet. Balshoj. Ndoshta do më duhet të përdor ndihmën e mikut. Ndihmën e mikut? Me që se më jepet rasti. Në pyetjen e 7, rasti ju jepet. Sigurisht. Mos është herët. Keni dëgjuar për premierat e teatrit Balshoj. Nëse ke jetuar në periudhën kur Shqipëria ose ke njohuri të caktuara për periudhën kur Shqipëria kishte miqësinë me Rusinë? Po, shumë shqiptar kanë studiuar në atë periudhë. Dhe madje kanë shkuar dhe për atë periudhë. Kështu që kanë shkuar, janë martuar. Disa kanë ngelur ande, disa janë ndarë me familjet e tyre, fati shqiptarëve në këtë periudhë. Por gjithsesi unë mendoj se mund të jetë edhe përgjigjja C i dramës, sepse shumë autor të njohur rus kanë shkruar drama. Drama... Po mirë, drama mund të vetë në skenë edhe e kombinuar, apo jo? Po. Me arte tjera. Atëre unë po rezikoj... Mos të rezikoni kur i keni dy ndihmë. Përgjigja përfundimtare për mua është D, i komedisë. Publicitet. Nderuar teleshikues, u kthyem në quizin tuaj milioner. Në karrikën e nxehtë është Emiriana Fili nga Tirana dhe në pyetjen e 7, Balshoj është teatër i njohur në Moskë si teatër i kukullave, i baletit, i dramës apo i komedisë. Emiriana Fili ka dhënë përgjigjen e përfundimtare në D, i komedisë. Teatrin që ne po kërkonim, teatr me famë botërore, i themeluar në vitin 1776 nga princi Peter Urusov dhe anglezi Michael Maddox. Nuk është i dramës, as i kukullave, por as i komedisë.